Kur me pi kafen? Nëse jo Dhe torë, thash, para gjumit. Po as mëngjes ti Një vërtet. orë mas e qeshu. Jo, mas mëngjesit dhe torë para gjumit. Një orë mas mëngjesit dhe torë para gjumit. Idealja kafja kishme qenë mas drekës. Okej. Amo jo mas drekës, në atë periudhën, për shembull që e ki atë plagështin, për arsye se e ki një lloj plagështie, krejt e kemi. E lidhim që është mas ushqimit, mas drekës, po vetë kur, për shembull, masi që të zgjohem, kalojnë 6-7 orë mes ditë, rreth orës 3 ashtu para ose pas në varet, fillon me ra prodhimi i kortizonit edhe kemi nevojë me ngrit ato, duket sikur të ka ra energjia po të vjen gjumi. Po tani kafja në akfjell veç. Po jo, kjo kfill sepse e shtin me prodhu në mënyrë artificiale, tani në këtë rast që atëherë bëjmë gabimin më të madh që e pim kafen. Përveç mëngjes, në qatër në dreke bëjmë gabimin më të madh që e pim kafen. Edhe në momentin që na melatoninën nuk e kemi të prodhu mirë, kemi kortizol sasi të lartë, atëherë aktivizohet, rritet hormoni grelina, që është hormoni i uris, këjkon kemi dëshirë për ushqim, edhe ullet leptina, që është hormoni i ngopjes. Në këtë rast është mirë me marrë diçka një pije, ose nëse veç e ki që regullu me këto gjumit, atëherë këti i thojnë qumë shtiartë.